Dashur qytetarë të nderuar përfaqësues të medjave, gjendja e sigurisë në nivelin global, rajonal, por edhe në Republikën e Kosovës, po evoluon me shpejtësi. Kërcënimet me të cilat përballemi sot nuk janë ato të një dekade më parë. Sfidat kryesore me të cilat jemi përballur vitet e fundit përfshin grupet armatosura me organizim paraushtarak dhe kapacitete superiore ndaj atyre policore. Pastaj kontrabande vazhdueshme me armë dhe mallra, të cilat cënojnë sigurinë publike përgjatë vijës së gjelbër kufitare. Mandej infiltrimi strukturuar i grupeve të armatosura, të cilat kërcënojnë sovranitetin tonë, përdorimi i teknologjive moderne, veçanërisht i dronëve, si dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e terrenit të papërshtatshëm toksor, ujor dhe ajror, si dhe infrastrukturës kritike. Policia e Kosovës ka bërë dhe vazhdon të bëjë punë të jashtëzakonshme. Megjithatë, ajo ka mandat sigurimin e rendit publik, parandalimin dhe hetimin e krimit. Ne kemi pasur sulme të vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçanti në veriun e vendit tonë, ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, policisë së Kosovës, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse rrëmbimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës të Zveçanit dhe sulmi në Ibërlepens e të tjera. Këto na treguan se grupet armatosura me organizim paraushtarak, me armë të rënda dhe me kapacitete operacionale ushtarake, përfshirë dronë dhe antidronë të cilët të i kalojnë mundësitë standarde policore, kanë rrezikuar dhe mund të rrezikojnë seriozisht sovranitetin e Republikës Kosovës dhe qytetarët e saj. Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës. Gjandarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike. Modeli i gjandarmerisë është praktike dëshmuar evropiane. Shtetet si Franca, Italia, Turqia, Spanja, Portugalia dhe jo vetëm, kanë struktura të ngjashme me role dhe mandate të qarta, të cilët veprojnë me efikasitet dhe profesionalizëm për dekada. Ne jemi duke ndjekur praktikat më të mira evropiane, por modeli i Kosovës do të ndërtohet në përputhje me sistemin ton kushtetues, specifikat dhe rrethonat e Republikës Kosovës. Tashmë grupi punues i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla është duke punuar në analizimin e të gjitha aspekteve të formimit të gjandarmerisë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do të bëhet me miratimin e ligjit të veçantë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në legjislaturën e 11, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit. Për më shumë, fjalën ja kaloj Ministrit të Punëve të Brendshme.
Faleminderit shumë i nderuar Kryeministër Kurti, të nderuara media, të dashur qytetar. Në kuadër të kompetencave të mia si Ministri i Punëve të Brendshme, unë kam themeluar grupin punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për themelimin e gjandarmarisë, me qëllim të forcimit të kontrollit vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe reagim të shpejt ndaj kërcënimeve me përmasa të nivelit lartë. Tashmë, grupi punues është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmarisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmarisë do t'i mundsoj Policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera sipas autorizimeve ligjore. Grupi punues ka për detyrë të analizoj kornizën ligjore në fuqi dhe nevojën për krijimin e bazës së re ligjore për themelimin e gjandarmarisë si njësi e veçantë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme. Përcaktoj statusin institucional, varësinë dhe strukturën organizative të njësisë. Të vlerësoj implikimet financiare dhe buxhetore për krijimin dhe funksionimin e saj, të propozoj modelin e regrutimit, trajnimit dhe zhvillimit profesional të pjesëtarëve të gjandarmarisë, të vlerësoj kapacitetet ekzistuese institucionale që mund të riorganizohen ose mbështesin krijimin e saj, të shqyrtoj praktikat ndërkombëtare dhe modelet krahasuese të gjandarmarive ose forcave të ngjashme të sigurisë, të hartoj raport përfundimtar me rekomandime konkrete për mua si Ministri i Punëve të Brendshme. Grupi punues për përmbushjen e detyrave të tij do të organizoj konsultime me institucionet relevante, si dhe me ekspertë të fushës së sigurisë, rendit publik dhe menaxhimit të krizave. Në këtë kuadër të këtij procesi do të analizohen edhe praktikat ndërkombëtare të vendeve që kanë modele të ngjashme të organizimit të gjandarmarisë, me theks të veçantë vendeve anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Qasja jonë do të jetë profesionale, transparente dhe e koordinuar me të gjitha institucionet relevante të sigurisë dhe mbrojtjes. Çdo rekomandim i cili mbështetet në analiza konkrete të nevojave operative, kapaciteteve ekzistuese dhe standardeve demokratike të kontrollit civil dhe institucional do të merret në konsiderat. Ky proces do zhvillohet në koordinim të plotë me gjithë ata të cilët janë parapar sipas regulativave ligjore dhe në respektim të plot të parimeve demokratike, sundimit ligjit dhe kontrollit institucional. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdoj të avancoj kapacitetet moderne të sigurisë në përputhje me standardet euroatlantike dhe nevojat reale të sigurisë së qytetarëve dhe institucioneve të tjera. Faleminderit. Arjan Hajdare nga Dukaxhini, pjesë e grupit punuesa janë edhe pjesëtar të KFOR-it në Kosovë, edhe po ashtu apritet me pas sfida kur do që funksionalizohet gjandarmeria në funksionimin veri të vendit, marrë parasysh që për FSK-n aktualisht janë disa kufizime. Faleminderit. Po pëse mu ma drejtuat pyetjen po? Shumë rregull. Pjesë e grupit punues janë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Duke filluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, pastaj edhe nga policia, AME-ja dhe gjitha institucionet tjera që mirën me sigurinë. Në vazhdimsi ne, siç edhe theksova, do të bisedojmë me të gjithë akterët tjerë në mënyrë që të gjitha idetë, sugjerimet apo modelet të cilat mund të inkorporohen në kuadër të gjandarmerisë së Republikës Kosovës të kemi parasysh. Leonita Bajrami, Top Channel. Kryeministër, gjatë kësaj jave keni marrë disa vendime
për shtesa ose mbështetje të njëhershme. Për shtesat për 100 euro për kategoritë caktume, 7 milion janë marrë edhe prej fondit kontingjencave të Ministrisë së Financave, pse është e nevojshme me u marrë mjetet të tilla në këtë kohë. Në kuadër të pakos së ringjalljes janë marrë edhe 2 milion për subvencionim të linjave ajrore, po ashtu pyetja është pse duhet pikërisht në këtë kohë më marrë vendime të tilla në kohë fushate, është blerje klasike e votave, që ju i keni qujtë ma përpara vendimet e tilla të qeverisë së Kosovës. Së pari ju gjithë e dini që ne kemi pasur në plan të bëjmë pakon për përballje me inflacion 2.0, mirë po kjo nuk mundësua për shkak se u shkaktuan zgjedhjet e parakoshme, të panevojshme, me qenë se pati një blokim opozitar sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, dhe tash ne po përpiqemi të bëjmë çfarë është e mundur në mënyrë që qytetarët e Republikës në përballje me nevojat e shtuara në njërin anë dhe me pritjet të cilat janë të arsyeshme në anën tjetër, t'ju dalim zot atyre. Tash ne jemi të mirënjohur ta zëm për shtesat për fëmijë, për mbështetjen financiare për nënat lehona, pastaj për mbështetjen financiare për punëtorët, mandej për studentët dhe pa harruar pensionistët. Ta zëm për 5 vjet, qeveria jonë ka mbështetur 7 herë gjithsej pensionistët me mbështetje të njëhershme 100 euro. Pensionin që e kemi gjetur bazik 90 euro, e kemi bërë 150 euro, që është për 2/3 më i lartë se që kemi gjetur. Pra, rritjen ekonomike të vendit tonë nuk e mbajmë për shtet, e shpërndajmë në popull, më së shumti, më së pari tek ata të cilët i kanë nevojat më të mëdha. Ndërkaq sa i përket alokimit mjeteve buxhetore për 2 milion euro, këtë e kam spjeguar me një tekst në faqen time në Facebook, dje pas dite, ju kisha inkurajuar të gjithëve që keni dilema ta lexoni ose ta rilexoni, dhe gjithçka është në shërbim të qytetarëve dhe bëhet fjalë për një mbulim të një gjendje jo të zakonshme që po e bëjnë edhe shtetet e tjera dhe nuk ka të bëj me muajin qershor, po ka të bëj me komplet stinën e verës deri në fund të tetorit. Pra, do të vepronim ndryshe po të kishim kuvend, me që s'kemi kuvend, veprojmë me çfarë mundemi e dim dhe besojmë që po bëjmë shumë mirë. Valmir Gallopeni, Radio Dugagjini. Zotri Kurti, sa i përket të zbatimit ligjit për të huajt, ku ka shkuar si proces, pasi që kanë mbetur edhe pak javë deri në përfundimin e atij afati 3 mujor që qytetarët e komunitetit serb kanë pasur për të aplikuar për të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës, sa ka aplikuar ndokush nga qytetarët serbë dhe sa është numri i atyre, dhe zotri Seçla sa i përket të gjandarmerisë, është e paraparë në këtë fazë apo do të pritet pas raportit të komisionit që të dihet saktë sa do të jetë numri i pjesëtarëve të angazhuar në këtë njësi dhe a do të lindë nevoja për krijimin e stacioneve të reja policore për rreth pikave kufitare. Si është paraparë? Faleminderit shumë për pyetjen. Unë vetëm po e them principin e vendimit ton. Ajo është që qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim etnie, të integrohen, të pajisen me dokumente dhe kemi krijuar këtë dritarën prej 3 muajsh, ndërkaq mbi atë se sa kanë aplikuar dhe si ka ecur ky proces, më lejoni që megjithatë t'ja kaloj fjalën ministrit të Brendshëm, i cili e ka përcjellur nga afër këtë situatë, por duhet të ritheksuar që kemi pasur vlerësimet më të larta edhe të qytetarëve brenda vendit, edhe të faktorëve ndërkombëtar për mundësinë që kemi krijuar. Pra, duam legalizim në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh edhe situata që janë më të vështira. Pra, jo ndëshkim, duam legalizim, sepse nuk ka normalizim pa legalizim pa sundim të ligjit, e në ballë të
kësaj ndërmarrje për këtë çështje, sikurse edhe për shumë të tjera e kemi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Faleminderit shumë, Kryeministër. Ka pas me qindra aplikime të shtetasve të Serbisë, të cilët jetojnë apo punojnë përkohësisht në Republikën e Kosovës. Të gjitha ato individualisht janë duke u verifikuar dhe në momentin që përplotësohet edhe kërkesat ligjore, edhe kërkesat të cilat ju kanë adresuar atyre në momentin e publikimit të këtij ligji, atëherë do të fillojmë edhe me fazën tjetër. Për sa i takon numrit, unë si që theksova, grupi punus do të punoj intensivisht për përcaktimin e gjitha modaliteteve dhe nevojave operacionale, përfshi edhe numrin e nevojshëm të pjesëtarëve të gjandarmerisë në momentin kur ta kemi këtë përcaktim, patjetër se ne ju informojmë. Kryeministër, në fushatën elektorale të vitit 2019 patët premtuar që keni më bë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Megjithatë tash jena në 2026 edhe kjo s'ka ndodhur. Sa janë gjasa që edhe kjo për gjandarmeri më mbet vetëm një premtim elektoral. Siç e shpjegoi Ministri i Punëve të Brendshme, pas grupit punues, pas një koncept dokumenti fillestar, natyrisht që do të procedojmë me propozim ligjin për Gjandarmerinë e Republikës së Kosovës, e cila më pastaj do të vije për diskutim në 2 lexime në Kuvendin e Republikës. Pra kjo është domosdoshmëri e kohës dhe padyshim që do ta bëjmë. Sa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, kjo është një temë e gjatë, por mos harroni çfarë kemi bërë. Dhe kjo nuk do të thotë që do ta bëjmë një ditë. Por kjo do të thotë që tash për tash kemi vlerësuar edhe me ekspertët që në situatën në të cilën ndodhemi, është shumë më e mençur të kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse, apo mbrojtjen totale, një model i cili i ngjan atij të Finlandës dhe të vendeve baltike, ku ti nuk e bë ushtrin një grumbull të madh njerëzish, që mandej duhet ta strukturosh e ta pajisësh, por në vend të kësaj përcakton funksione, detyra konkrete dhe vende të caktuara për qytetarët e Republikës në rast të rreziqeve të ndryshme nga fatkeqësitë natyrore deri tek lufta e armatosur. Pra kemi vlerësuar që në fazën e të cilën ndodhemi, e që gjithsesi nuk është viti 2019, është shumë më mençur që ta kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse siç e ka Finlanda dhe vendet baltike. Në anën tjetër, kjo komplementohet me 2 aspekte të tjera. Me një model për shkollat e mesme, që quhet edukimi për siguri, i frymzuar nga shembulli i Polonisë, e që mundëson që të rinjtë të mësojnë sa më shumë dhe më sakt reagimet që duhet t'i kenë në rast të rreziqeve që përmenda më herët, katastrofat natyrore apo luftrat e armatosura. Kontekstin në cilën jemi sot është shumë ndryshe prej atij të para 7 viteve dhe krejt në fund do ta kemi edhe rezervën vullnetare. Pra rezerva vullnetare e cila mundëson që qytetarët e Republikës Kosovës që do të bëhen rezervista të Forcës së Sigurisë Kosovës të kenë pajisjet nga çizmet deri tek arma e tyre në një adresë të saktuar në Forcën e Sigurisë Kosovës. Pra, unë besoj që kjo çfarë po bëjmë është shumë më mirë sa shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Pra, nëse ka diçka që nuk e kemi bërë taksativisht siç e kemi thënë para shumë viteve, duhet ta shohim se ndoshta është më mirë se sa që e kemi premtuar dikur. Faleminderit shumë.